Ka ndruar jetë në mesnat në spitalin ushtarak, 22 vjeçari i plagosur pas ditën e të enjtes, Erion Lita. Ngjarja ndodhi në orën 17 në rrugën Siri Kodra dhe pranë banesës së 22 vjeçarit, disa orë pas krimit. Shërbimet e komisariatit nr. 3 të policisë së Tiranës dhe oficerët e hetimit të krimeve ndaj jetës dhe shëndetit arrestuan për krimin Sherif Latën, 52 vjeç, dhe Besart Latën, 27 vjeç, ndërsa raportohej se ishte shpallur në kërkim Sebastian Lata, 23 vjeç. Tre pjesëtarët e familjes Lata ishin duke lëvizur me automjetin e tyre, tip Golf 2 me ngjyrë jeshile, në rrugën Siri Kodra, kur janë konfliktuar me 22 vjeçarin Lita, i cili lëvizte në këmbë. Lita dyshohet të ketë qenë në efektin e konsumit të alkoolit, kur sipas policisë ka debatuar për përparsinë me personat që ndodheshin në makinë. Këta të fundit në debate e sipër kanë dalë nga makina dhe kanë goditur me grushta dhe me thik 22 vjeçarin, edhe pse u dërgua me urgjencë në spital. 22 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë plagëve me thik në bark